Në flasim tani për shëndetësinë. Shëndetësia është një nga sektorët mjaft të rëndësishëm në Shqipëri, ku gjithmonë është premtuar nga partitë politike, por e kanë shfryzuar në një farë mënyrë edhe kundërshtarët për sulmuar njëri tjetrin. Për të folur për më tepër, për të analizuar pra se çfarë ka ndodhur në të paktën 12 vitet e fundit, kemi të ftuar në studio gazetaren e A2 Ornela Joti. Ornela, mirë se erdhe. Le ta nisim pikërisht nga ajo që kanë premtuar mazhoranca socialiste në 12 vite për shëndetësinë. Andaj, siç e thatë edhe ju, në fakt të gjitha forcat politike në fushatat e tyre elektorale shëndetësinë e kanë pasur një nga pikat apo një nga shtyllat ku kanë premtuar më së shumti. Thuajse të gjitha, edhe para 2013-s, por edhe pas 2013-s kur Partia Socialiste erdhi në pushtet, një nga premtimet e saj për shëndetësinë, ashtu si edhe për arsimin apo edhe për sektorë të tjerë shumë të rëndësishëm, ishte shpallja e këtij sektori prioritet. Fillimisht Partia Socialiste deklaroi që shërbimi shëndetësor do të ishte universal, do të mbulonte të gjithë. Pra, ajo që tashmë njihet si shëndetësia falas. Në vitin ajo që Partia Socialiste i quajti Aleanca për Shqipërinë Europiane, në mandatin e saj të parë 2013-2017 premtoi shëndetësi falas për të gjithë popullatën shqiptare. Kontrolli në bazë mjekësor ka qenë një nga nismat e Partisë Socialiste, i njohur ndryshe si check-up, për grup moshën 40-60 vjeç, edhe pse kjo fash më pas u zgjerua për shkak të kërkesave të popullatës shqiptare, u premtua dhe në fakt u ngrit edhe shërbimi i urgjencës kombëtare, fondi do t'i jepej fund mungesës së barnave në spitale dhe sigurisht edhe ato që tashmë njihen si PPP-t apo koncesionet në shërbime të ndryshme shëndetësore. Por theksi që ka vendosur Partia Socialiste në mandatin e saj të parë dhe një nga, le themi, premtimet që ishte më së shumti në socialistët e atyre viteve ishte kthimi i shëndetësisë në prioritet, duke rritur buxhetin për shëndetësi në 5% të prodhimit të brendshëm brut. Por nëse do të kthehemi në ditët e sotme, pas 12 vitesh shëndetësi apo pas 12 vitesh drejtim të Partisë Socialiste, ne nuk e kemi sot buxhetin për arsimi 5% të prodhimit të brendshëm brut, por e kemi 2.9%, gjë që tregon që premtimet e socialistëve në mandatin e parë në një farë mënyre kanë ndryshuar dhe nuk është mbajtur pa diskutim, kanë ndryshuar dhe në 12 vjet pa diskutim ka pasur premtime pjesërisht të mbajtura nga Partia Socialiste, por edhe të ndryshuara gjatë rrugës. Nëse do të flasim për çfarë është bërë në 12 vite të Partisë Socialiste, ajo që shohim në terren, që shohim në spitale apo dhe në qendrat shëndetësore, kemi më shumë investime sa i përket infrastrukturës. Thuajse kemi më shumë spitale të rindërtuara apo të ndërtuara nga e para, qendra shëndetësore të rikonstruktuara tërësisht, pra kemi një infrastrukturë spitalore apo dhe të qendrave shëndetësore më të mirë. A kemi pajisje më të mira? Pjesërisht. Kemi pajisje që janë rivënë në punë nga shërbimet apo nga kohë më parë që janë rikthyer, por edhe shërbime dhe pajisje të reja apo bashkëkohore. Sa i përket zgjerimit të listës së barnave, po, sot kemi një listë më të zgjeruar të barnave, apo ajo që quhet lista e barnave të rimbursueshme, por nëse do të flisnim për cilësinë e tyre, Andi, kjo lë për të diskutuar. Sot nëse flet me farmacistë, me mjek apo dhe me ekspertë të shëndetësisë, kemi një listë më të zgjeruar, më shumë alternativa të barnave të rimbursueshme, por më pak barna cilësore krahasuar me vite më parë. Ato që kanë qenë barna cilësore, që i merrnin personat, sigurisht persona që përfitonin nga lista e barnave të rimbursueshëm, sot janë me një kuotë të caktuar dhe bëhet një diferencë. Nuk janë alternative parë, më së shumti sot në listën e barnave të rimbursueshme kemi barna slave, kemi barna turke, por edhe barna të ardhura nga India. Ndërkohë që barnat ato që njihen si barna patent janë shumë pak në listën e barnave të rimbursueshme dhe një pjesë e kompanive të mëdha edhe janë larguar. Ajo që ndodhi në këto 12 vite që tashmë e njohim të gjithë është eksodi i madh i mjekëve dhe infermierëve. Ne kemi më shumë se 1500 mjekë të larguar në 12 vitet e fundit, gjë që detyroi në fakt edhe qeverinë socialiste para një viti, në 2024, të ndërmarrë nismën e saj për të frenuar këtë eksod apo siç njihet ndryshe hemoragjia e madhe në shërbimin shëndetësor, duke rritur pagat e mjekëve dhe të infermierëve dhe më së shumti pagat e mjekëve specialistë, ata për të cilët investohet më shumë në shërbimin shëndetësor. Sot mjekët dhe infermierët kanë paga më të larta.
Ndërkohë që ndodhi në shëndetësi shtimi i koncesioneve. Sot kemi 4 koncesione dhe pse janë mjaft të kontestuara, disa prej tyre janë në hetim, kemi check-upin, një nga koncesionet apo partneriteti publik-privat, kemi hemodializën, shërbimin laboratorik në QSUT, kemi edhe një koncesion tjetër sa i përket shërbimit që mbulohet dhe nga privati dhe nga publiku. Ndërkohë që u krijua shërbimi kombëtar i urgjencës, në fakt ishte nga premtimet e Partisë Socialiste që në mandatin e saj të parë, sot kemi një urgjencë, një shërbim kombëtar më të mirë sa ai që Partia Socialiste gjeti kur erdhi në mandatin e saj në pushtet, por ajo që mbetet ende pikë kritike është që shëndetësia nuk është prioritet, nuk ka një buxhet 5% të prodhimit të brendshëm bruto, aq sa premtoi kur Partia Socialiste erdhi në pushtet. Pamela, desha në gjithë këto premtime 12 vjet, premtime dhe angazhime në fakt, çfarë është bërë dhe çfarë është premtuar. Arma më e fortë e mazhorancës socialiste ishte shëndetësia falas. A kemi ne sot shëndetësi falas? Nëse do të pyesim të gjithë nëse kemi shëndetësi falas, gjithkush e jep një përgjigje. Nëse do të kthehemi para 2013-s, Partia Demokratike u përpoqja aso kohë andi që të vendoste një sistem tarifimi për çdo shërbim shëndetësor. Ndërkohë që kjo nuk u përcaktua dhe nuk u vendos asnjëherë nga aso kohë nga demokratët kur ishin në pushtet, ndërkohë sot kemi atë që njihet si shëndetësi falas, por realisht nuk përfitohet falas nga pjesa më e madhe e popullatës shqiptare. Të gjithë e dimë që për të shkuar në qendra shëndetësore, për të shkuar në spitale, sigurisht ke një tarif të caktuar dhe më shumë se sa tarifa e caktuar, ai sistemi zinxhir që duhet funksionoj nga sistemi parësor në sistemin dytësor nuk funksionon. Duhet presim me muaj për të kryer, le themi, një rezonancë, një skaner dhe në të shumtën e rasteve kur juve ju vjen radha, skaneri mund të jetë i prishur, mund të jetë në proces riparimi dhe do duhet që nga sistemi publik që ti ke pritur me muaj të tërë, sigurisht nëse nuk e ke urgjencë, do detyrohesh të shkosh në privat, që tarifën që ndoshta do duhet ta paguaje në publik, ti do ta paguash dyfish në privat. Për ta mbyllur edhe me Partinë Socialiste, do doja të dija edhe të premtimet e zgjedhjeve të 11 majit. Shikoj që pikërisht Krye Socialisti Rama ka qenë dhe në QSUT. Premtimi i tij për QSUT-n, për ta kthyer, për ta modernizuar, çfarë ka qenë? Në fakt, tashmë nuk po i mëshohet më shëndetësisë falas, duke sikur kjo është zbehur dhe QSUT-ja apo dhe shërbimet të tjera, Rama ka vendosur një nga premtimet e para. Pa diskutim është partneriteti me të huajt. Pasi ne tashmë kemi 4 koncesione, partneritet publik-privat me kompanit private në vendin tonë, QSUT-ja dhe disa shërbime të veçanta do t'i jepen të huajve. Që do thotë, më së fundi u firmos një marrëveshje me Italinë për menaxhimin e qendrës spitalore universitare, se sigurisht e jemi në periudhë fushate dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë nëse Partia Socialiste do të marrë mandatin e saj të 4, ndërkohë që shërbimi onkologjik, një nga shërbimet më të akuzuara, më jetike, sepse aty trajtohen pacientët me sëmundje të rënda, do të menaxhohet sipas kryeministrit Rama nga spitali Sheba, nga izraelitët. Këto janë ende në periudhë, pavarësisht se kemi marrëveshje andi, po jemi në fushat elektorale dhe do të shohim se nëse Partia Socialiste vjen në pushtet, çfarë do të ndodhë me QSUT-n. Por ajo që është pikpyetje e madhe është që nëse të huajt hyjnë në QSUT, italianët dhe izraelitët, çfarë do të ndodhë me 4 koncesioni që tashmë qeveria shqiptare ka një marrëveshje me to, ka laboratoret, ka hemodializën, ka check-upin dhe shërbimet të tjera, siç është dhe sterilizimi. Si do të vendoset kjo marrëdhënie mes PPP-ve shqiptare dhe partneritetit me të huajt? Të tjera premtime për shëndetësinë 2030? Të tjera premtime, mjekët vazhdojnë të ikin në fakt, edhe sepse nuk është vetëm paga apo kushtet e punës ato që i detyrojnë të ikin, po sigurisht është edhe edukimi tyre apo karriera, mënyra se si e zhvillojnë. Sot ende kemi mjek andi, ata të cilët përfundojnë kryejnë specializimin dhe praktikën në spitale, të cilët nuk paguan. 4 vitet e specialitetit nuk paguan për studentët, le themi, apo për specializantët. Gjithashtu kemi mjek mjaft mirë në spitale, të cilët për arsye nga më të ndryshme, jo vetëm për arsye financiare, i drejtohen vendeve të tjera të Europës,
për rritjen e tyre në karrierë. Megjithatë, Partia Socialiste ka premtuar që pagat e mjekëve në mandatin e saj të katërt, nëse do të votohet nga populli shqiptar, do të shkojnë afërsisht 2.000 euro gjithmonë pagat e mjekëve specialistë, që do thot kardiologëve, endokrinologëve apo edhe mjekëve të tjerë specialistë. Ajo që është kërkuar më së shumti nga moshat e treta është zgjerimi i fashës për check-upin, sepse në fillimet e mandatit ishte check-upi, kontrolli bazë mjekësor, ka qenë një nismë mjaft e mirë për të kuptuar se si është sëmundshmëria në popullsinë shqiptare, gjë që e zbuloi check-upi, ishte në fashën 40-60 vjeç, ndërkohë që u bë 35-70 vjeç. Por ne problematikat më të mëdha shëndetësore i kemi mbi 70 vjeç. Dhe kushdo që do të bëjë check-upin nuk e përfiton as falas dhe as nga qendra shëndetësore. Pra 71, 75, 80 vjeçarët këtë gjë e kryen me pagesë apo me ndihmën e fëmijëve të tyre. Ky është premtimi i socialistëve që check-upi do të shtrihet mbi 70 vjeç. Dhe sigurisht është premtuar investime në infrastrukturë dhe në pajisje, janë ato pajisje që realisht ndihmojnë mjekët edhe stafet e tjera mjekësore për diagnostikimin më të mirë të sëmundjeve. Qartë. Ndërkohë, paralelisht pa diskutim me Partinë Socialiste që këto kanë premtimet për mandatin e saj të katërt. Në fakt, kjo ishte pyetja e radhës, doja të dihet tashmë në kuadër të premtimeve elektorale, pasi më jepni 100 ditë, ka thënë kryedemokrati Sali Berisha për ndryshuar gjithçka, e në kuadër të gjithë këtyre premtimeve, çfarë premton Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore për shëndetësinë në veçantë? Në fakt, zoti Sali Berisha ka zhvilluar takime të ndryshme, por më së shumti ka zgjedhur mjek të rinj ose mjek të ardhshëm për t'u paraqitur programin e shëndetësisë, nëse Partia Demokratike do të vinë në pushtet pas 12 vitesh qeverisje të socialistëve, ata kanë premtuar dyfishim të buxhetit për shëndetësinë. Ajo që gjithmonë është kërkuar që shëndetësia të kthehet në prioritet, njësoj si me arsimin edhe me shëndetësinë është premtuar dyfishimi i buxhetit, pra do thot diku te 5% i prodhimit të brendshëm bruto, dyfishimi i pagave të mjekëve, pak a shumë janë premtime të njëjta për të mbajtur mjekët shqiptar në mënyrë që të mos largohen, po sigurisht edhe krijimi kushteve të punës, mundësia e tyre edukimit në vazhdim, stop mungesës së barnave në spitale. Ky ka qenë një premtim që e ka deklaruar zoti Berisha gjatë takimit me mjekët e rinj, sepse realisht në spitale ka mungesa barnash, pacientët detyrohen që më së shumti t'i drejtohen tregut privat për të siguruar barnat që nuk ja sigurojnë farmacitë spitalore. Ndërkohë investime në imazhëri dhe infrastrukturë, pak a shumë është i njëjti premtim ashtu si dhe socialistët. Për Partinë Demokratike duhet më shumë investime në imazhëri dhe në pajisje, sepse zoti Berisha ka deklaruar që pjesa më e madhe e pajisjeve mjekësore që janë në sistemin publik hera herës nuk funksionojnë dhe kjo detyron pacientët shqiptar ose t'i drejtojnë spitaleve jashtë vendit ose t'i drejtojnë sistemit privat, gjë që ai ka quajtur një lloj mafie spitalore, një lloj mafie spitalore që funksionon mes publiku dhe privatit për të detyruar pacientët t'i drejtojnë sistemit privat. Kjo çdo thot, fakultet dytë mjekësie në sektorin publik. Ka qenë premtimi i zotit Berisha gjatë takimit me të rinjtë e mjekësisë, ku ka deklaruar që ne kemi më shumë nevojë për mjek. Dhe realisht andi ne kemi nevojë për mjek sepse kemi mjek sot të math mjekësh, mbi 1500 mjek që janë larguar dekadën e fundit, të paktën kështu. Vetëm mjek. Pa përmendur infermierët. Absolutisht, infermierët janë shumë më shumë, sepse sot në çdo universitet thuajse publik dhe privat kemi deg infermierie dhe kjo është arsyeja pse largohen, ndërkohë që fakulteti i dytë në sistemin publik e ka theksuar kryedemokrati për të rritur numrin e mjekëve dhe sigurisht përpjekjet apo investimet e stafeve ndaj stafeve mjekësore për t'i mbajtur në Shqipëri. Ajo që ka qenë një premtim disi interesant është lista e barnave si e vendeve europiane, duke marrë shembull Italinë. Zoti Berisha deklaroi që do të përmirësohet lista e barnave, ndryshe nga lista e barnave që kemi aktualisht, edhe pse është zgjeruar lista e barnave siç e theksuam, ai premton që në listën e barnave do të ketë të paktën 2 barna apo 2 medikamente patent që ndodhen edhe në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, dhe kjo është mjaft e rëndësishme anti, duke marrë shembull zoti Berisha Italinë, ta do të kemi një listë të ngjashme të barnave, ashtu si me Italinë, sepse sot pacientët shqiptar, kushdo që ka nevojë për një bar të caktuar, i drejtohet vendeve fqinj për të siguruar alternativën më të mirë, gjë që aktualisht në listën e barnave tona nuk është alternativa më e mirë e rimbursueshme, por është alternativë shumë më poshtë, gjë që pacientët shqiptar e dinë fare mirë se si funksionon për të gjetur alternativën më të mirë të barit i cili
ka dhe efektin më të mirë ndaj sëmundjes. Për problematikën e studentëve të mjekësisë apo është mbyllur ajo çështje një herë për gjithmonë? Tashmë nuk është thënë asgjë sa i përket, duke se është mbyllur. Ata të rinj që janë përfshirë, le themi, ende nuk ka një firmosje kontratar, sepse ajo do të fillojë nga viti tjetër, nga viti i ri akademik, do të ketë një afat 5 vjeçar, të paktën deri tani nuk është thënë asnjë gjë. Kryeministri Rama tashmë ka një vendim, por nga kryedemokrati Berisha është premtuar investime ndaj studentëve, nuk është përmendur asnjë moment kontratat apo liberalizimin, edhe pse është folur për çështje mesatare, por nuk ka ende asgjë sa i përket mjekëve të ardhshëm për kontratat që nënshkruan me Fakultetin e Mjekësisë. Për ta mbyllur, ka ndonjë stopim të largimit të mjekëve në këto momente dhe infermierëve, sigurisht? Ande kjo duket në fakt të rinjt janë në procesin e maturës shtetërore. Teksa i pyesim, një pjesë e madhe duan mjekësinë, një pjesë tjetër të cilët nuk arrin mjekësinë duan infermierin, dhe pedagogët e tyre pranojnë që kryesisht fakultetet e infermierisë janë kthyer si ambasadat e dikurshme, mbarojnë 3 vjeçarin bachelor për të drejtuar universiteteve apo spitaleve në vendet e tjera të Europës. Ornela Joti, të falenderoj që ishe në aty sot. Faleminderit ju vandi.